Faleminderit. Përshëndetje, atëherë jam këtu në mbështetje të banorëve, duke qenë se edhe vetë jam rritur në këtë zonë, e njoh shumë mirë problematikën. Problemi kryesor madhor është pikërisht që po diskutojmë fakti që po kalojnë mjetet të tonazhit të rënd, kur në fakt kjo gjë është ndaluar në këtë pjesë rrugë, në rrugën Ndajti. Është hyrë në një shqetësim të vërtet për banorët, siç e shikoni edhe rruga ka pasur dëmtime të shumta, çka sjell pastaj edhe pasojat të mëtejshme si aksidente apo bllokim të rrugës. Duhet të merren masa urgjente në lidhje me këtë gjë, siç e tha edhe kolegu, sot jemi thjesht për të sensibilizuar dhe për të përfaqësuar këta qytetarë që ka këtë shqetësim, por nëse nuk merret masat e nevojshme, pastaj do të kalojmë në hapa të mëtejshëm siç është bllokimi i rrugës. Faleminderit. Tashi, siç e thanë dhe parafolësit, unë si deputet i zonës jam në mbështetje të banorëve. Do trajtoj dy pika kryesore që për mua janë shumë të rëndësishme. Nga kontaktet që kam marrë me banorët e zonës, subjektet e licencuara ose të palicencuara nuk është marrë mendimi paraparak për dhënien e leve mjedisore. Ky dihet burimi kryesor i kësaj lëvizje mjeteve tonazheve të rënda. Unë personalisht i bëj thirrje institucioneve, duke filluar nga Ministritë Përkatëse dhe Bashkisë, të marrin masa të menjëhershme që kjo protestë paqësore që e realizuar nga banorët mos ta kthejmë në protestë të dhunshme, pasi kjo qeveri e meriton që të rrëzohet me dhunë dhe me forcë. Por ne jemi që me qenë si me dhe zgjedhjet e 11 majt, t'i drejtojmë votuesit tanë, të drejtojmë popullin që të votojmë me 11 maj për rrëzimin e kësaj qeverie. Pasi kjo, jo vetëm që vjedh dhe dëmton, por edhe cënon interesat e